A thua se nuk ka qenë ajo aleatja kryesore kur erdhi në pushtet, me një refuzim gati deri në mohim? Pa diskut, po këto janë se neve beti nuk e njofim në thellësi, do më thënë, politikën e Kosovës, sigurisht edhe atje si në Shqipëri ka protagonizëm të lojtarëve të ndryshëm, disa e justifikojnë që Vjosa Osmani e mori rolin protagonist kryesor, gjë që Kurti nuk e lejon, janë jo vetëm ambicjet e brendshme, por edhe intrigat e brendshme dhe mënyra që presidentja Osmani në shumë raste ka bërë me kundërshtarët edhe të çështjes, mënyra se si është adresuar në momentet caktuara njerëzve si Edi Rama, ose është futur në lojën e skenarëve Vučić Rama, ose të njerëzve të deleguar për të sjellë një destabilitet në Kosovë. Të gjitha këto kanë bërë që klima midis dy aleatëve të ngushtë që ju thatë të krijonte një tension. Por kjo nuk do të thënë që Kurti nuk duhet ishte tolerant për të gjetur zgjidhje të tjera alternative, mos ta linte deri në momentin e fundit. Biseda duhet ishin tepër konstruktive, me atë të frymë që ai u drejtua sot vendit të Kosovës. Do të thënë, jo në momentin e fundit, jo të përballohet me një opinion publik që nuk dihet se si do të jetë rezultati i zgjedhjeve, vetë kushtetuta e Kosovës. Po e lë për herë të dytë, zoti Nesho, çështjen në momentin e fundit.